A e di që mirëqenia është e lidhur drejt për drejt me lëvizjet fizike ditore? E di çfarë po mendon, që nuk e kohë, që është shumë i zënë, por ndonjëherë mjaftojnë vetëm 2 deri në 3 minuta në ditë për të marrë atë bustin e energjisë dhe për të çliruar nga gjitha tensionet dhe streset ditore. Ushtrimet e jogës fizike janë ushtrimet të cilat kanë një influencë fiziko-psikike. Do me thënë neve kryejmë disa ushtrime në anën fizike dhe këto ushtrime në mënyrë direkte influencojnë gjendjen mendore, sepse ushtrimet e jogës bën një lloj presioni dhe depresioni në gjendrat e ndryshme të trupit, duke balancuar sekrecionin e hormoneve, duke ulur sekrecionin e hormoneve që lidhen me stresin dhe me ankthjen dhe duke stimuluar gjendrat të cilat sekretojnë hormonet e lumturisë, hormonet e paqes dhe hormonet e një balance mendore gradualisht që neve avancojmë në praktikën tonë. Përpara çdo praktike të jogës fizike, neve fillojmë me një nxemje dhe mobilizim total të trupit. Fillojmë me pjesën e qafës, duke bërë disa lëvizje të lehta në krah, majtas, pastaj kthehemi djathtas, ulemi poshtë, ngrihemi lart, bëjmë lëvizje 180 gradë orar dhe pastaj kundra orar dhe gradualisht fillojmë poshtë tek pjesa e supeve, bëjmë një mobilizim të supeve, bëjmë një përkulje anash me supin e majt, kalojmë djathtas, bëjmë një shtriqje të gjoksit përpara, duke aktivizuar gishtat mbrapa, vëmendja është së brendshmi, bëhemi të ndërgjegjshëm për çdo lëvizje që kemi në trup. Shohim, respektojmë gjithmonë limitet tona, nuk kalojmë asnjëherë që të dëmtohemi, siguria është mbi të gjitha. Mund të bëjmë një shtriqje përpara, një dekompresim të shtyllës kurrizore, edhe i ushtrojmë një presion të lehtë të përballueshëm, edhe gradualisht vendosemi poshtë, bëjmë një mobilizim të belit. Fillojmë bëjmë disa përkulje përpara, duke munduar të kapim tokën, pastaj mund bëjmë përkulje mbrapa dhe fillojmë gradualisht zbresim poshtë me mobilizim të gjunjëve, bashkojmë këmbët dhe bëjmë mobilizim të gjunjëve 360 gradë orar, pastaj bëjmë një mobilizim kundra orar, pastaj ulemi në gjunjë dhe është kjo horse stance që quhet ose qëndrimi i kalit, në të cilën bëjmë një hapje tek pjesa e brendshme. Dhe gradualisht poshtë, fillojmë me kyçin e këmbëve, bëjmë një nxemje të këmbës së djathtë, të këmbës të djathtë, dhe gradualisht i gjithë ky proces zgjat 10 minuta. Kjo është në mënyrë që ta përgatisim trupin për ushtrime pak më të avancuara të jogës. Yoga nuk është për të dukur bukur apo për të gjetur atë pozën perfekte, por është një dhuratë për të gjetur balancën e brendshme dhe të vërtetë. Merre këtë dhuratë, provoje edhe më thuaj si do të shkojë.